lider të ri. Zoti Basha në një farë mënyrë u bë lideri de jure, por de facto ne dimi mjaft mirë që zoti Berisha ishte kryetari real i Partisë Demokratike. Kjo vetë sipas fjalëve të zotit Basha që në momentin kur filloi gjithë zallamahia vulës në vitin 2022 filloi fortore, zoti Berisha thotë unë s'kam qenë kryetar se nuk linte ai domethënë. Ai ishte mbi mua në çdo vendim. Hia Saliut. Megjithatë, koha që PD-ja të zgjidhte një elitë e re politike ka kaluar me kohën më pak, thënë kjo asnjëherë nuk është vonë për të bërë diçka. Domethënë më mirë vonë se sa kurrë. Domethënë në vitin 2013 ishte bërë kjo punë, tani këta po kërkojnë ta bëjnë tani pas 12 vitesh. Me gjasa një lëvizje që sigurisht mund mos ketë sukses. Për shumë arsye dhe ne mund të diskutojmë pak më vonë. Nga ana tjetër pyetja që ti shtrove ka të bëjë me faktin që këto protestat që po mbahen para kryeministrisë ka shumë pak njerëz, pra nuk janë protesta të një opozite që frymëzon. Ne kemi parë protestat të opozitave që frymëzojnë, që protestat e zotit Berisha, protestat Nano Ik në vitet 2004-2005 pak para zgjedhjeve, që protestat e zotit Rama në vitin 2009 për hap kutit ose largohu, protestën 20 janar në vitin 2011, pra këto janë protesta që kanë frymëzuar, se ishin protesta me njerëz. Pra njerëz kanë vajtur në këto protesta sepse kanë besuar në ndryshimin. Të njerëzit që sot shkojnë këto protestat e Partisë Demokratike janë njerëz ose fare pranë oborrit të Partisë Demokratike ose nga ato militantë të thekur që domethënë nuk kemi çfarë të themi, kanë drejtën e tyre, por që sigurisht jetojnë në një botë komplet paralele. Mungesa e njerëzve tregon atë që ne kemi folur gjatë kësaj bisede, që është një opozitë që nuk frymëzon, nuk i nxjerr njerëzit. Qartë. Mirë, le të kalojmë tek një tjetër çështje. Janë 4 prokurorët garues, pra Braho, Xholi, Musa Belliu dhe Gokaj brenda të së njëjtës ditë pritet të intervistohen dhe të votohen në monitorim absolut ndërkombëtar. Sigurisht ndërkohë që mandati i kreut aktual të SPAK pra Jaltin Dumanit mbyllet më datën 18 dhjetor. Pyetja lind sepse politika së fundmi po e lexon të gjithë të garë si një tmerr po i shuaj unë, sepse ka frikë nga këta emra konkret apo ka frikë edhe nga precedenti, pra që SPAK tashmë mund të prodhoj edhe lider që nuk mund t'i kontrolloj dot më askush në Tiranë. Shiko, u mendoj që ulmi i frikës së politikanëve shqiptar e ka kapur në një farë mënyrë ose e ka gjetur veten me zotin Dumani, sepse zoti Jaltin Dumani ka bërë arrestime më të bujshme, pa precedenta gjatë qeverisjes së SPAK-ut nga ana e tij. Kjo në një kontrast të thellë nga zoti Arben Krajt, ishte shefi i parë i SPAK-ut, shefi i parë atij, i cili nuk prodhoi rezultatet që ne do donim të shihnim në një shoqëri kaq të korruptuar si kjo jona. Këtu janë vjedhur para, domethënë pafund lekë të vjedhura nga njerëz në pushtet dhe nga obortarët e tyre. Megjithatë zoti Dumani në fakt ka bërë lëvizje shumë të mira. Kështu nuk e di nëse ai standardi i lartë i zotit Dumani do të mbahet nga cili do jetë shefi i SPAK-ut në vijim, por mendoj që politika shqiptare po shpreson që kandidati më i brisht, kandidati më fragjil, kandidati ndoshta më i komprometueshëm të zgjidhet shefi i SPAK-ut në mënyrë që politika në Shqipëri të bëjë atë që ka bërë gjithmonë, ta kontrollojë drejtsinë. Edhe të japi ulë drejtësisë dhe ta paguajë drejtsinë për të mbyllur hesape dhe gjëra të këtij lloji. Kështu që presim të shohim. Procesi nga ana tjetër Ruel po ndishet me lup ashtu si thash nga ana e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, por raportohet se tonet brenda KLP-s mes 11 antarëve janë të larta, çka ndoshta tregon kjo edhe tensione dhe mungesë dakordësie të brendshme. Pra kalojmë tek ajo që ti the, ndoshta shohim një ndarje brenda vetë KLP-s ku një palë synon të ketë zgjedhje të pavarura dhe një palë tjetër tenton ndoshta të ruajë edhe atë status quo-n që i shërben asaj rahatisë politike. Nuk jam i sigurt që ka një status quo që i shërben rahatisë politike, sepse nëse do kishte një status quo, zoti Dumani nuk do kishte bërë lëvizjet që ka bërë. Domethënë nuk ka një status quo tani, sepse tani politikanët shqiptar nuk po flojnë gjumë rehat. Metaforikisht e them këtë gjë për të shpjeguar, për të nxjerrë faktin në dritë që SPAK-u realisht po tregojnë që nuk ka të paprekshëm. Kjo është perspektiva ime, mënyra se unë e shoh gjithë situatën.
Ndërkohë, debatet në KLP janë debate mendoj normale midis kolegëve, profesionistëve. Nuk do doja të hyja në fakt, duke thënë që nuk e njoh mirë profilin e KLP-s, nuk do doja të hyja tek argumentimi pse ka debat apo jo, dhe cilat figura apo palë në KLP duan ruajtur në status quo dhe cilat jo. Gara për shef të SPAK-ut është një garë shumë e rëndësishme, në fakt ne mund ta krahasonim me garën për kryeminist apo garën për president. Është një garë shumë e rëndësishme si institucion. Këta janë 4 profesionistë, janë njerëz të cilët kanë treguar integritetin e tyre profesional, jo më kot nuk janë kandidatë SPAK-ut, bëhet fjalë për një logo të madhe ose një pozicion të madh që atyre do të shtohet në rezume, nëse arrin të pozicion, kuptohet pagat e SPAK-ut janë marramëndse, pra bëhet fjalë edhe për një pagë shumë të mirë, por sigurisht të gjitha vijnë me përgjegjësinë e madhe dhe përballen me gangrenën e krimit dhe të korrupsionit. Kështu që në këtë sens mendoj që këto debate janë thjesht produkt i tensioneve normale që lindin kur ka gara të këtij lloji. Mirë, Ruel, dje kemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi për diskutuar. Shqipëria po përballet me një val të rritjes së dhunës dhe atentateve ku ngjarjet e fundit kanë tërhequr vëmendjen e publikut dhe institucioneve. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2025 janë regjistruar rreth 35 vrasje, nga të cilat disa konsiderohen atentate të organizuara. Ngjarjet e fundit përfshin vrasjen me armëzjarrit të Gilmandu Danit në zonën e aeroportit të Rinasit, si dhe vrasjen e biznesmenit Elbasan, por e disa plagose të tjera në shtete të ndryshme. Të dhënat tregojnë gjithashtu përdorim të armëve dhe mjeteve eksploziv në disa raste, duke arritur shqetësim mbi sigurinë publike. Autoritetet po vijojnë hetime ndërsa zyrtar paralajmërojnë se disa nga rastet menden ende të pasbardhura. Ekspertët nënvizojnë se ngjarjet lidhen kryesisht me përplasje të grupeve kriminale dhe konflikte për përfitime ilegale. Mirë, Ruel, sa i përket këtij inserti që sapo dëgjuam, si duhet të reagojë shteti, por ndërkaq edhe forcat e rendit ndaj gjithë këtyre shifrave dhe trazirave që po ndodhin tashmë në vendin tonë, nëse do të forcohen të gjitha kontrollet, hetimet, mbrojtja e sistemeve të drejtësisë edhe ambientet publike pra mbas gjithë këtyre zhvillimeve të fundit. Mendoj Kristela që e para njerë duhet niset me diagnozën. Diagnoza është që situata e rendit muajt e fundit, së mos pas zgjedhjeve të 11 majit, ka ardhur në degradim të sipër. Në një farë mënyrë nëse krimi u mobilizua për zgjedhje, siç ne dim çfarë ndodh në Shqipëri, tani më mbas zgjedhjeve çdo gjë është hapur, të gjitha hesapët në një farë mënyrë janë tavolinë dhe krimi ka filluar të bëjë veprimet e veta, veprime që në fakt sigurisht cënojnë në sigurinë kombëtare. Ne kemi një krim tani që ka një farë mënyrë për masat terroriste. Nuk është më në një farë mënyrë për masat e bandave të vogla që po dasin njëra tjetrën, por të sigurisë kombëtare që realisht cënohet nga krimi organizuar. Dhe unë kam pas rastin të dëgjoj një histori shumë interesante të një shqiptari nga Kanada që erdhi në Shqipëri dhe rastisi për ironi të fatit në atë rrethullimin e aeroportit ku ndodhej ekzekutimi mafioz dhe ai në atë moment u terrorizua në familjen e vet dhe bëri prapë atë rrethullimin, u kthye për në aeroport edhe preu një bilet për t'ia mbatur prapë në Kanada pa qëndruar as gjysore në Shqipëri. Që këto janë histori të cilat ne duhet realisht na bëjnë të reflektojmë sepse ky është një vend që ka probleme të mëdha me rendin dhe me sigurinë. Nëse krimi organizuar dikur ka qenë në nivelin e bandave, krimi organizuar sot është një mafia e madhe, një organizata kriminale që sillen si mafia dhe kanë zonat e tyre të influencës, zona ku policia shtetit nuk dot, ka krimi në disa zona, disa raste ka në një farë mënyrë ndikim të drejtë për drejtë tek emërimi i shefave të policisë së shtetit, që sigurisht e bën krimin shumë të shtetshëm, ka fuqi ekonomike sepse ata në amnistinë fiskale investojnë ku duan edhe janë pronar lokalesh, restorantesh, baresh, resortesh në emër të bumit turistik dhe turizmit masiv. Pra krimi tani më ka fuqi ekonomike, ka fuqi politike, SPAK-u ndoshta është zhvillimi mur ndarës i cili nuk e lejon krimin në një farë mënyrë të kontrollojë shtetin shqiptar, por në një farë mënyrë të gjitha hallkat e tjera shtetit për SPAK-ut janë kontroll në krimit organizuar dhe ky është një problem shumë i madh. Nëse mua më pyet për zgjidhjen ndaj këtij problemi, sigurisht që në Shqipëri duhet një regjim si ai në ai Bukele, ai Bukele në El Salvador, çfarë bëri ai, monizori ushtrinë në rrugë edhe tha ne bandat organizata kriminale do të lëmë ushtri sepse policia është shumë e korruptuar, nuk i lufton dot. Dhe ai ka burgos gjithë në popullsisë. Andaj edhe është në fakt shumë e rëndë ta thosh për Shqipërinë, por këtu nuk ka si zgjidhje tjetër sepse këto zgjidhjet alla liberale me një polici që me demek është e paparur, por që
është komplet e kontrolluar nga krimi dhe që bën ca aksione sa për të thënë që po i bëjmë, por në fakt të gjitha kulisat luajnë brapa skenës. Sigurisht që nuk ka funksionuar, funksionon sigurisht kontrar të Shqipërisë dhe është një zgjidhje që vetëm zgjidhjen thojza që vetëm ka fuqizuar krimin organizuar. Mbas dy atentateve Ruel që ndodhën njëra mbas tjetrës, si ishte ajo e Rinasit, por edhe ajo e Elbasanit që ndodhi para një dite në mos gaboj, a mendon se tashmë është aftë një grua, pra ashtu siç është ministrja Albana Kociu, të drejtojë Ministrinë e Brendshme? Jo, nuk është aftë. Është, shiko, gjë